Almanaku. On this day. Ngjarjet më të rëndësishme ndër vite. Në Top Albania Radio. Në vitin 1595, Romeo and Juliet e William Shakespeare vihet në skemë për herë të parë në Londër. 1613, Galileo Galilei vëren Neptunin, por nuk arrin të njohë atë që sheh. Librat e historisë tonë se planeti Neptun u zbulua e përcaktua nga mesi i viteve 1800 pas shumë spekulimesh. 1635, themelohet Akademia Franceze, një nga shoqëritë letrare më të famshme në Evropë. 1802, John Beckley bëhet bibliotekari i parë i Kongresit Amerikan, paga e tij ishte $2 në ditë. 1820, mbreti George III i Mbretërisë së Bashkuar, 81 vjeç, ndron jetë në kalane Windsor. 1845, poema Raven, Corby, u botua për herë të parë në gazetën Evening Mirror në New York. Edgar Allan Poe, 1809-1849, përdori pseudonimin Quarles në këtë botim. Stili i poemës ishte i ri, ashtu dhe emri i rrem i autorit. 1861, Kansas u bë shteti 34 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. 1896, mjeku amerikan Emil Grube u bë i pari që përdori rrezatimin për kurimin e kancerit të gjirit në klinikën e tij, Rosie Lee të Chicagos. 1911 u botua në Sofia gazeta e përjashme politike, shoqërore, kulturore e letrare, Liria e Shqipërisë. 1920, Walt Disney fillon punën e parë si artist me pak $40 në javë për firmën DK Slide Co. Walt do të bëjë një figurë e madhe e industrisë së filmit të animuar në Amerikë dhe në botë. 1923, Turqia dhe Greqia nënshkruan marrëveshjen e Lozanës për shkëmbimin e popullsisë, e cila parashikonte shkëmbimin e grekëve banor në territoret turke me turqit rezident në Greqi. 1959, bukuroshja e fjetur e Disneyt shfaqet në kinemat amerikane. 1962, ndroi jetë violinisti i famshëm me origjinë austriake Fritz Kreisler. 1978, Suedia ndalon përdorimin e spërkatjes me aerosol për shkak të efektit të dëmshëm për shtresën e ozonit, duke bërë kështu vendi i parë që miratoi një masë të tillë. 1980, 6 amerikan pengje në Iran ikin nga Teherani, duke shpëtuar me ndihmën e kanadezëve. Nga kjo ngjarje merr temën filmi Argo 2012 me regji të Ben Affleck dhe George Clooney. 1988, mbi 20.000 turq të Trakisë Perëndimore u hodhën në protestë pasi gjykata e lartë e Greqisë vendosi për mbylljen e shoqatës së mësuesve turq të Trakisë Perëndimore dhe shoqatës rinore turke të Komotinit. 1996, Teatri i Operës së Venedikut Felix u shkatrua nga zjarri për herë të dytë në historinë e tij. 1999, grupi i kontaktit thërret qeverinë serbe dhe përfaqësuesit e shqiptarëve të Kosovës që më 6 shkurt të fillojnë bisedimet në Rambuje. 2001, Isolt Kostner fiton medaljen e argjend në kampionatin botror të skive në Sankt Anton në Austri. 2001, vetura me një vend me të cilin Ferrari do të mbrojë titullin botror të Formula 1 u prezantua në Fiorano. 2009, Recep Tayyip Erdogan, asokohej kryeministri i Turqisë, bëri në samitin e Davosit reagimin e tij të famshëm që në historinë e diplomacisë turke njihet si One Minute. Ai reagoi kundër ndërprerjes së fjalës së tij teksa po kritikonte dhunën shtetërore izraelite ndaj popullit palestinez.